Unë jam Rizvan Kurti, jam 25 vjeç. Sot do ju prezantoj Funky Cabins në Çekrez, ide që lindi gjatë pandemisë në vitin 2021. Ndërtova kabinën e parë në oborrin e shtëpisë time, me mjetet që kisha, pak nga babai dhe pak nga fondet e mia që kisha rezervuar. Në atë periudhë e postova në rrjetet sociale ku mora shumë mesazhe nga shoqëria dhe njerëz të tjerë dhe aty mori ritëm shumë të mirë dhe krijoi interes për të gjithë njerëzit. Në atë periudhë vazhdova të punoj me një kabinë, ku me të ardhurat e kësaj kabine arrita për 6 muaj të ndërtoj dhe 2 kabina të tjera. Dhe sot në total këtu në Çekrez kemi 14 dhoma dhe përveç akomodimit fjetjes ne ofrojmë edhe shërbime të ndryshme si darka, mëngjesi, xhiro me varg në liçen, ecje, vizitë nëpër destinacione afër liçenit Çekrezës. Pritshmëritë dhe synimet tona janë të ndërtojmë dhe të zgjerohemi më shumë, pse jo të kemi një sallë konferencash, të ofrojmë edhe shërbime të tjera për grupe, evente të ndryshme. Aktualisht kemi kapacitet për maksimumi 30 persona. Kërkesa është 2 fishi i kapacitetit që kemi, po punojmë fort për ta realizuar shumë shpejt kapacitetin që kërkohet. Këtu në Çekrez kemi një bashkëpunim shumë të mirë me fermerët dhe ku kemi punësuar edhe disa gratë zonës të cilat bëjnë gatimin e mëngjeseve dhe darkave. Normalisht bëjmë edhe produkte të tjera si reçelnat, vaj ulliri, të gjitha ku blihen nga turistët e ndryshëm që vizitojnë lokacionin tonë. Tu jemi në kodrat e ullinjve të liçenit Çekrezës. Jemi munduar të mirëmbajmë shtigjet ku shfrytëzohen shpeshherë nga turistët për hiking, trekking dhe aktivitete të tjera. Ture me biçikletë, motora me 4 rrota, piknik, edhe xhiro me kuaj. Tek restoranti ku do jetë gati për rreth 1 muaj, do kemi të punësuar diku ke 10 persona tek pjesa e kuzhinës dhe shërbimit. Do ofrojmë gatime të ndryshme të zonës. Ndërtimi i kësaj strukture është përafruar pak me kabinat funky, ku i jep një pamje të mrekullueshme këtij vendi. Bashkangjitur do ketë edhe fermën, ku produktet e gjithë fermës do përdoren për ushqimet në restorant. Ftojmë të gjithë turistët vendas dhe turistët e huaj që të vizitojnë gjithë të mrekulli që Çekreza ofron.